Skuadra kampione e Maqedonisë së Veriut KF Shkëndija vjen fazën e dytë në qendrën e njohur sportive Terme Çatezh në Sloveni, nën urdhrat e trajnerit Jeton Beqiri. Ekipi për çdo ditë krahas 2 seancave intenzive stërvitore ka të caktuar edhe 4 ndeshje kontrolluese me ekipe të njohura nga rajoni. Kështu që ndeshjen e parë kontrolluese Shkëndija do ta zhvillon nesër me fillim në ora 17:30 me skuadrën rumune Argesh Pitești, ku stafi teknik do të ketë rastin që t'ju jep hapësirë të gjithë futbollistëve që ka në disponim dhe në veçanti prurjeve të reja të futbollistëve të ri që janë kyçur në ekipin e parë. Seria e testimeve të martën më 17 qershor në Zreçe kundër skuadrës rumune FC Argesh Pitești për të vazhduar më pas më 21 qershor ndaj FC Koper të Slovenisë, më datë 25 qershor kundër ekipit CSKA të Sofjes dhe ndeshja e fundit më 28 qershor do të zhvillohet kundër ekipit Olimpia të Ljubljanës. Sipas drejtuesve të klubit, ndeshja e fundit kundër Olimpjes mund të zhvillohet nëse kjo skuadër slovene rezulton të jetë kundërshtari i Shkëndijës në shortin e parë të Ligës së Kampionëve, që hidhet po ashtu më datë 17 qershor në Nyon të Zvicrës. Në atë rast, kuqezinjt do të gjejnë një kundërshtar alternativ për testin final. Stafi teknik i Shkëndijës pret që këto teste të shërbejnë si pasqyrë reale për përgatitjen e skuadrës para sfidave të rëndësishme ndërkombëtare që i presin në muajin korrik.